Është një muaj ku pozitiviteti, energjia e mirë, dashuria, mbizotrojnë, e dallojmë edhe në vendin e punës nga ekipa, nga njerëz të cilët agjerojnë, edhe pikërisht është ky sensibilizimi dhe mesazhi kryesor i këtij muaji. Po sigurisht aroma e Ramazanit ndjehet edhe para se të vijë Ramazani. Lërëm tash kur jemi në të, sepse është muaj i veçantë, nga 12 muaj që i ka kriju Allahu prej kur ka kriju qiejtë dhe tokën, një e ka bë më të veçantë. E ky është muaj i bekuar, muaj Ramazan, dhe njeriu në jetën e kësaj bote ka qëllime të shumta, por ka edhe një qëllim final, e që është të rregulloj raportet me krijuesin para se të rregulloj raportet me krijesat. Dhe ka një qëllim që të arrijë kënaqësinë e Zotit edhe të arrijë xhenetin, parajsën të cilën e synon çdo njeri prej nesh. Dhe muaji në të cilin jemi i shërben shumë këtij qëllimit final që kemi ne besimtarët musliman, dhe ndjehemi më të relaksuar, ndjehemi më rahat, ndjehemi më të qetë në këtë muaj të bekuar, dhe shumë kush e shtron pyetjen si ka mundësi kështu me ndryshu njeriu vetvetiu. E ka përkatit një farforme terrenin, Allahu i madhruar, sepse tash dyert e xhenetit janë të hapura, dyert e xhehenemit janë të mbyllura, djajt shejtanët e rebeluar janë të prangosur, dhe një melek thret o bamirës, tash e ke kohën për me bo mirë, do më thonë është sezona e bamirësisë, dhe një melek thret o keqbërës, atyre që bëjnë keq, ndalë prej të këqijave, sepse nuk është koha e përshtatshme tash, dhe veprimet, ndikimet e jashtme shpirtërore që janë nga djajt shejtanët e mallkuar nuk janë prezente, dhe secili prej nesh tash në këtë muaj e tregojmë fytyrën tonë të vërtet. Tash nuk kam me thonë jam indikuar prej jashtë, apo kam cytje, apo kam ngacmime, apo kam peshpëritje, apo diçka të ngjashme. Nëse dikush tash ka urrejtje ndaj të tjerëve, ka inate, ka xhelozi, do thotë është prej vetes së tij, nuk është prej faktorit të jashtëm.